Qindra besimtar musliman të Korçës kanë festuar Fitër Bajramin në xhamin Ilyas Bey Mirahori. Fitër Bajrami është një nga dy festat më të rëndësishme në Islam, së bashku me Kurban Bajramin. Ajo shënon përfundimin e muajit shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit muslimanët agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit. Dita e Fitër Bajramit fillon me faljen e një namazi të veçantë në mëngjes në xhami dhe është një festë gëzimi, falënderimi dhe solidariteti. Gjatë kësaj dite, muslimanët ndajnë sadaka fitrin, një ndihmë për nevojtarët, vizitojnë familjarët dhe miqt, shkëmbejnë urime dhe përgatisin ushqime tradicionale. Fitër Bajrami simbolizon mirënjohjen ndaj Zotit për forcën e dhënë gjatë agjërimit dhe promovon ndjenjën e bashkimit dhe dëmshurisë mes njerëzve. Unë personalisht kam gati 3 ditë që argjëroj dhe për këtë ditë të sotme të Fitër Bajramit që ta kalojmë të gjithë gëzuar. Në këtë ditë të mrekullueshme të Fitër Bajramit, unë dua të uroj të gjithë vëllezërit musliman dhe muslimanët kudo që ndodhen në botë që t'ia kalojnë mirë, t'i begatoj Zoti, duke të falur gjunat, t'i ketë pranuar argjërimin, edhe t'i jenë sa më të lumtur edhe të bekuar. Gëzuar nga mot të gjithë muslimanëve Bajramin e madh. Gëzuar dhe të gjithë ata që agjëruan. Prendia jashtë përblefte për të mira. Gëzuar Bajramin e madh edhe një herë. Urojmë të gjithë besimtarët musliman në Shqipëri dhe mbar botës, gëzuar festën e Fitër Bajramit, qoftë kjo festë bashkim për popullin ton dhe mbarësi për të gjithë në familjet tuaja. Shpresojmë që kjo festë të sjellë gjithmonë paqe dhe harmoni, dhe njëkohësisht urojmë gjithë shqiptarët që të jenë sa më të bashkuar në mirësi, në bashkëpunime të mira për njëri tjetrin dhe për të mirën e vendit dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Muftiu i Korçës, Ledian Cikaleshi, ka përcjell një mesazh urimi për gjithë besimtarët musliman të zonës, duke shprehur dëshirën që kjo festë të sjellë paqe, harmoni dhe begati në çdo familje. Sot është një ditë e madhe e shënuar për gjithë muslimanët e vendit tonë, për gjithë muslimanët e zonës së Korçës, për gjithë muslimanët në mbar botën, sepse sot përmbyllet me sukses sakrifica 30 ditore e besimtarëve musliman, të cilët kanë agjëruar, kanë kryer vepra të mira gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, kanë qëndruar larg ushqimit dhe pijes nga mëngjesi deri në darkë, vetëm për hir të Zotit, vetëm sepse kërkoi ai. Dhe me të drejtë sot festojnë duke kurorëzuar kështu sakrificën 30 ditore dhe duke pritur shpërblimin nga Zoti xhaleshanu. Normalisht kjo festë është festë legjitime e tyre, sepse të dy festat janë ato që bashkojnë zemrat e bardhë muslimanëve në të gjithë botën. Prandaj me këtë rast, me këtë festë e cila bashkon zemrat e gjithë muslimanëve, uroj që t'i ketë gjetur sa më mirë besimtarët musliman në vendin tonë, në zonën e Korçës dhe në të gjithë botën. Lut Zotin që t'ia ketë pranuar sakrificat e tyre, agjërimin e tyre dhe çdo punë të mirë që kanë bërë gjatë këtij muaji. Edhe një herë gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Pas faljes së namazit, besimtarët vijojnë festimet në ambientet familjare duke ndarë gëzimin me të afërmit dhe miqtë e tyre.